pak atje. Ku më? Te Bulqiza. Po unë ndronë. Ne thami për shkesh për Manandë, ju? Me ju e tjetër. Po, e kam pjesë edhe vitin. Përgjime që dolën nga dosja apelit në GJKO zbulojnë jo vetëm sharjet ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, por dhe prapaskenat që shoqëruan shpresat e Rënë Veliajt për të liruar nga burgu në Mars. Në bisedat e përgjuara me vllajën Arbër dhe bashkëshorten Ajola Xoxa, Kryebashkiaku tregoti vendosur për të ushtruar presion publik në ditët para seancës gjyqësore të datës 11 dhe 12 marsit. Duhet mbajt presingu lal, 4 ditë kemi, 3 days to freedom, të gjotë të thot Veliaj, dhe Ariolës i kërkon të nxisë mediat që ta mbajnë presionin duke parë këtë periudhë si vendimtare. O dal tani, o rri dhe 4 muaj. Veliaj shpresonte që përmes ndikimit mediatik dhe ndërhyrjeve të mundshme nga njerëz me pushtet, do të siguronte lirimin e tij përpara zgjedhjeve. Ai e shite procesin e gjykatës lartë si një mundësi më të vonshme, por më të sigurt. Por në vend të lirisë, Veliaj mori zgënjim në përgjigje ai shfaqjet i revoltuar ndaj Ulsi Manjës, të cilët e quajnë qelbësir, katumdar dhe shpreh se nuk ka për t'ia falur kurrë. Madje thot se do ta mbys me thoj, duke bërë të qartë se për të ministri i drejtësisë është tradhtari kryesor. Pyetja që mbetet është, a është Manja vërtet ai që i dha shpresa dhe më pas e la në balë Veliajn, apo tradhtia vinte nga më lart në kupolën e pushtetit? Përgjimet hedhin dritë mbi tensionet e brendshme në majtë e rilindjes dhe përplasjet e fshehta mes alatëve të dikurshëm.